Për Bajram, jo vetëm punët e shtëpisë, por edhe veturën duhet që ta lani. E unë sot kam ardhur te Car Wash XL këtu në Çajër për ta larë veturën. Ajo që dua fillimisht ju prezantoj është se nëse ju kudo që ndodheni në Çajër, vetëm thjesht e thirrni në numrin e telefonit që e kam shënuar, ata vinë tek lokacioni që ju ja keni dërguar, e marrin veturën, e sjellin këtu, e lajnë, e pastrojnë, e rregullojnë, ka kamera sigurie që asgjë nuk ju humb dhe ua sjellin përsëri deri tek ju. Po unë sot pse kam ardhur deri këtu, ta sjelli veturën time, edhe ta shihni ju procedurën, edhe t'ma tregoj veturën e re, hajde t'i shohim bashkë si e lajm veturën këtu tek Car Wash XL. Të gjitha pajisjet më të reja, më të mira për veturën. Veturës tuaj t'i vjen një aromë mrekullueshme nga kualiteti më i lartë këtu tek Car Wash XL-i. Teksa vetura ime po lahet në teknologjinë e fundit, siç e shihni, pra nuk ka shansa t'i ngelen ndonjë papastërsi, sepse me detajet më të vogla ajo kurohet derisa të ketë një shkëlqim të jashtëzakonshëm, siç e shihni, as nuk duhet lodhe. E në ndërkohë, une shkoj te kafja, Kafe XL. Sot është Ramazan, po kur nuk është Ramazan, ju tregoj çka mund ta hani ta pini këtu. Veturën e kam të gatshme, të kryme, të lame, të pastrume, e jani ta shihni brenda, nisi për Tetov, e jani edhe ju te Car Wash XL. Ndaj ta shohish si e ka aroma e mirë. Tash, çka të tham, qihena.